Po që se mundeni, doni dhe dini ta bëni këtë, atëherë ka vetëm një rrugë. Mbi bazën e vendimit të Gjenevës, të programojmë e të nisim me njëherë ofensive në përgjithshme, o të gjithë në burg, ose situata të normalizohet në Shqipëri. Sigurisht, shumë gjëra varen nga përmbajtja e vendimit të Gjenevës, por vetëm si bazë për ofensive e këtushme, e jo me mendjen e derisotme që këtë punë do ta zgjidhë Europa. Europa i bën llogarit me raportin real të forcave dhe jo me tirazhin e gazetave dhe konferencave të PS-s në përfurriqe. Tani jam shumë i qetë se e di se kujt ja kam besuar fatin e Fatos Nanos. Të puth deri në vdekje, edhe në parajs, tosi. Shkëputa një letër që Fatos Nano i ka dërguar regjinës në kohën ku regjina e ndihmonte për ta drejtuar Partinë Socialiste nga burgu. Shumë emocione, vendime të rëndësishme, por shumë poetik Nano në këtë letër. Si ishte ajo periudhë për Fatos Nano? Sa e vështirë ishte? Besoj keni lexuar disa tituj që thoshin kryeministri apo politikani romantik i Shqipërisë. Ai lloj formimi që kishte Nano nënkupton dhe këtë dimension. Mos harrojmë që ai kur ka qenë në Zënës këndonte Beatles dhe i binte kitarë. Dhe ajo video e Kartolina që publikoi Zoti Rama fillonte me këngën Let It Be. Edhe me zërin e tij, pra me këngën në sfond, por edhe me replikën e tij. Mua më pëlqeu edhe mbyllja sot me I Lived in My Way. Ishte një gjetje shumë. E shohim pak tekstin se unë e kam përgatitur ndërkohë. E shohim pak tekstin në shqip, unë e kam përkthyer edhe kemi atë pas.